Këmbgulja e Partisë Socialiste për të mos votuar lirimin e një prej anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, konkretisht atë të LSI-s, Ilirian Muhon, dhe emërimin e një prej 2 kandidatëve të propozuar nga Partia Republikane, ka sjellë edhe vonesën me 3 orë të nisjes së seancës plenare. Ka qenë deputeti i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi që ka kërkuar shtyrjen e votimit për seancën e ardhshme. I kontaktuar në telefon nga një report, kryetari i grupit Gramoz Ruçi ka shpjeguar arsyet pse kishte kërkuar shtyrjen e votimit. Sipas tij, përpjekja e Partisë Demokratike është antikushtetuese, antiprocedurale. Nuk mundet që një herësh të propozohet dhe të kërkohet votimi në kuvend. Ishte kohë e pamjaftueshme për t'u njohur me kërkesën e Partisë Demokratike, tha Ruçi, duke shtuar se qëndrimin e Partisë Socialiste për antarin e KQZ-s do ta jap në seancën e ardhshme plenare. Qëndrime kundër ndaj nismës së demokratëve ka mbajtur edhe kryetari i LSI-s, parti kjo e cila mbetet pa përfaqësi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kundër ishte edhe deputeti i kësaj force, Nasip Naço. Problemi është që kemi një sjellje prej diversantësh, jo prej ligjvënësish, jo prej politikanësh, jo prej njerëzish të përgjegjshëm. Ky është shqetësimi. Të tjerat do të zgjidhen patjetër 23 qershor. Në emër të balancimit të pushteteve, po shkelet hapur ligji. Kjo tregon frikë dhe panik te Partia Demokratike, te kjo mazhorancë e djeshme dhe opozitës sotme. Ju e shikoni që seanca nuk ka filluar pasi Partia Demokratike nuk mund vazhdoj me deputetën detyrë të marrë nga Partia Socialiste. Pra e ka humbur legjimitetin, nuk e ka më kworumin e nevojshëm. E kundralishme është cilësuar edhe nga kreu i PBD-s Vangel Dule. Parti kjo e cila për shkak të rokadës i rrezikohet përfaqësimi në KQZ dhe gjithë komisionet e niveleve më të ulta. Përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mund të ndryshojë sa herë ndryshojnë qëndrimet politike të forcave politike. Nuk mund të ketë fatkeqësi më të madhe për një shtetës së drejtës, për një demokraci funksionale, për një shoqëri të civilizuar që aspiron familjen evropiane. Ndërsa deputeti Sajmir Tahiri e ka konsideruar si atentat ndaj shtetit ligjor këtë nismë. Kjo është një situatë më shumë se sa e palishme. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me dhunimin e institucionit, nuk ka të bëjë vetëm me dhunimin e zgjedhjeve dhe nuk ka të bëjë me preludin e vullnetit kësaj majorancë për ta deformuar institucionin e zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Kjo ka të bëjë me vetë themelin e funksionimit të shtetit shqiptar, që është garancia kushtetuese që institucionet do të funksionojnë në mënyrë të pavarur. Tashmë kuvendi në seancën e radhës do të përzgjedh me vot një nga 2 kandidatët që do të zëvendësojnë Ilirian Muhon. Bëhet fjalë për Klement Zgurin dhe Patriot Çobo.